Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pret që drita jeshile për IPAR 3 të jepet në vitin 2026, duke dhënë kështu mundësi fermerëve të përfitojnë në 9 fushat që do të mbështeten me fonde si infrastrukturë rurale, ndërtim tregjesh për agropërpunim apo agroturizëm, pylltari, asistencë teknike e këshillim. Ndërkohë është mbyllur lëvrimi i fondeve për fermerët përfitues nga IPAR 2 që i takon periudhës 2014-2022 me një financim prej 94 milion euro në total. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural bën të ditur se ka dorëzuar pranë strukturave të Komisionit Evropian në fund të 2024 një plan veprimi me masat e ndërmarra në strukturat e menaxhimit, metodat e zbatimit dhe kontrollet e brendshme që janë të rëndësishme për të siguruar transparencën dhe efikasitetin e projekteve. Sipas Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në korrik të këtij viti do të ketë një raport për realizimin e këtyre detyrave dhe në vjeshtën e këtij viti shtator-nëntor do të auditohen masat e ndërmarra nga Ministria e Bujqësisë dhe AZBR. Aktualisht, pranë AZBR-s është ngritur një sistem që bën verifikimin në kohë reale të aplikimeve të bëra. Ndërkohë, mungesa e IPAR po mbulohet me fonde nga buxheti i shtetit përmes skemës së investimeve e lançuar vjet që do të vijojë edhe këtë vit, skemës kombëtare me subvencione për bujqësi e blegtori, si dhe programi i kredive të buta që pritet të jepet nga bankat pas miratimit të programit nga Banka e Shqipërisë.